Temperaturat vijojnë të jenë të ulta dhe këtë të premte, sidomos në veri lindje në Kukës, Tropoj dhe Has, ku vazhdojnë me intensitet rreshjet e shiut, Era dhe Bora. Nga lartësia 1000 metër mbi nivelin e detit, Bora ka zbritur në lartësinë 700 metra. Si pasojë e rreshjeve ka patur rënie inertesh dhe gurësh në disa segmente rrugësh, por është punuar për pastrimin e tyre dhe në këtë moment akset nacionale janë të qarkullueshme normalisht. Probleme me mungesën e energjisë raportohet në disa fshatra të njësive administrative Shishtavec dhe Tropojan në Kukës, por edhe njësitë administrative Gjinaj në Has. Lartësinë 700 metra mbi nivelin e detit dhe në Bulqis ka rreshje dëbore. Temperaturat shënojnë -2 gradë, ndërsa në njësinë administrative Zerqan, Ostren, si dhe në Martanesh, dëbora arrin 5 cm. Raportohet për probleme me energjinë elektrike në fshatrat e thella të njësisë Ostren për shkak të furtunës dhe ngricave. Rreshje dëbore ka edhe në Dibër dhe në Mat në lartësinë 1000 metër mbi nivelin e detit, në 5 bashkitë e qarkut Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Puk dhe Fusharës nuk janë raportuar problematika apo situata emergjente.